Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një takim me gra dhe vajza në Pallatin e Kulturës Asinvokshi në Gjakov. Në këtë takim, Ardian Gola, kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës, i cili para të pranishmeve prezantoi programin e tij të veçantë që synon fuqizimin e grave dhe vajzave në jetën shoqërore, ekonomike e politike të komunës. Do të jetësojmë projektin e banimit të përballueshëm në bashkëpunim me qeverinë, që asnjë vajzë të mos e mendoj ikjen nga komuna si zgjidhje. Për nënat lehona do të japim mbështetje financiare që rritet me çdo fëmijë 200 euro për fëmijën e parë, 250 për të dytin dhe 300 për të tretin. Çdo foshnjë e porsalindur në Gjakov do të mirëpritet me një pako bebeje të posaçme që ndjehet i dashur dhe i mbrojtur që në ditët e para të jetës. Për vajzat tona që ndrojnë të bëhen shkencëtare, inxhiniere ose programere, do të ofrojmë bursa të posaçme STEM, pra Science, Technology, Engineering and Math. Për gratë që duan të ndërtojnë biznesin e tyre, do të krijojmë një fond komunal për të përkrahur specifikisht ato. Gola foli për rëndësinë e krijimit të më shumë mundësive për punësim, për krahjen e nismave të grave si përmarrëse dhe zhvillimin e projekteve që ndihmojnë në barazinë gjinore, duke theksuar se gratë dhe vajzat do të jenë pjesë qendrore e vendimarrjes në mandatin e tij.